Të huajt gjithnjë më tepër po tregojnë interes të lartë për të vizituar vendin ton. Shpesh, ata zgjedhin të bëjnë udhëtimet e tyre me makina rulot dhe të akomodohen në kampingje. Këtë zgjedhje kanë bërë edhe çifti holandez, Frosin dhe Sten, të cilët janë akomoduar në një kamping në zonën e Përmetit, në afërsi të lumit Vjosa. Yeah, it's very pretty. Quhem Frosin dhe vi nga Holanda. Kemi 4 ditë që po qëndrojmë këtu. Shqiptarët janë njerëz të mrekullueshëm tepër mikpritës. Ne kemi zgjedhur të qëndrojmë në kamping Buz Vjosës dhe po përjetojmë një eksperiencë fantastike. Natyra është një mrekulli, relaksuese me cicërimat e zogjve. Ngjyrat e natyrës dhe tingut e lumit Vjosa janë të mrekullueshme. It's great to be here. Për Sten, ky udhëtim do memorizohet thellësisht në memorien e tij. I really like it here. I think Albania has... Unë quhem Sten. Shqipëria është shumë e bukur. Ka një natyrë që të ofron shumë zgjedhje. Është bukur të bësh ecje dhe të lahesh në ujërat termale të Bënjës. Njerëzit janë shumë mikpritës. Do ruajmë kujtimet më të bukura nga ky udhëtim. Qyteti i Përmetit me rrethinat e tij ofrojnë një shumëllojshmëri zgjedhjesh për turistët, qoftë turizëm natyre, aventure, gastronomie e të tjerë.